Mirë se erdhë të dashur ujor në letra të rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e javës që po vjen. Ujor të dashur, kjo javë ka një kombinim shumë interesant këtu. Nga një anë shoh reflektim, mendim dhe nevojën për të ndaluar pak, nga ana tjetër shoh mundësi konkrete që po afrohen. Në pak fjalë, është një javë, që ta shikoni dhe ju kështu më lart pakës, është një javë apo nuk është një javë për të vrarpuar pas gjithçkaje, po për të zgjedhur me kujdes atë që ka vlerë vërtet. Java fillon me Kron. Kjo është letra e përvojës, mençurisë. Mund të ndihesh sikur po shikon një situatë me sy krejt tjetër nga më parë. Ujor. Diçka që të shqetësonte para disa muajsh, mund ta them apo, tani mund të mos ketë më të njëjtën rëndësi. Disa ujor mund ta kuptojnë se kanë harxuar energji kot për njerëz ose situata që nuk e meritonin. Dhe sinqerisht, kjo është rritje, ujor. Letra e dytë që vjen për ju të dashur, dhe këtu shikoj nevojën për të dëgjuar veten, ka shumë zhurmë përreth, absolutisht, shumë mendime, shumë këshilla. Por përgjigjja që kërkon nuk është te Facebooku apo TikToku, apo komshia që di gjithçka. Këtë javë duhet ta dëgjosh më shumë zërin të mbrëmshëm dhe të mos mirësh me këto jashtë. Letra e tretë është Destiny, që thot fati, dhe kjo më tregon se diçka e rëndësishme mund të lëviz përpara të dashur ujor. Mund të jetë një takim, një lajm, një rast pune, një njohje ose një mundësi që vjen në momentin e duhur. Jo gjithçka do të jetë nën kontrollin tënd, por kjo nuk do të thotë se do të shkoj keq. Ndonjëherë gjërat po rreshtohen apo do të rreshtohen në favorin tënd pa e kuptuar ende. Mundësia ujor që po hapet është integriteti. Kjo është një letër shumë e fortë. Të kërkosh të jesh vetvetja, jo ajo që të tjerët presin, jo ajo që i kënaq të gjithë, por ajo që je realisht. Disa ujor mund të marrin një vendim këtë javë ku më në fund thonë, kjo jam unë, kush e pranon mirë, kush jo prap mirë. Dhe kjo mund të sjellë atë çlirimin që e keni kërkuar shumë. Këshilla jote vjen me elementin tokë. Të them, kjo është një letër shumë praktike, mjaft me teoritë, tani duhet hapa konkret. Kështu thot letra. Nëse po mendon për një projekt, filloje. Nëse po mendon për kursime, organizoj. Nëse po mendon për një ndryshim, bëj hapin e parë. Sepse idetë janë të bukura, për faturat paguhen me veprime. Java mbyllet me një energji shumë të qetë dhe pozitive. Kjo letër jep ndjesinë e një personi që më në fund po shijon frutet e një vendimi të mirë. Mund të jetë një qetësi emocionale, mund të jetë një lajm i mirë, mund të jetë thjesht ndjenja që po ecën në drejtimin e duhur të dashur ujor. Dhe për një ujor që shpesh mendon 20 hapa përpara, kjo ndjenjë është shumë e vlefshme. Kjo është një javë ku duhet të besosh më shumë te vetja dhe më pak tek zhurma përreth. Një mundësi po afrohet pra, po kërkon autenticitet dhe veprim, mos humb kohën duke u përpjekur të jesh ajo që duan të tjerët. Ji vetvetja dhe ndërto mbi atë bazë. Sepse ujori di shpesh të thotë, kam një ide, pas 10 minutash, kam 15 ide, pas një ore, po sikur të hap një biznes, të shkruaj një libër dhe të shpërngulem në Islam. Ishte me humor pra. Por fillimisht të mbaroj atë që nisa javën e kaluar pra.
Mos I humbisni ujor planet e mëdha sa të arrosh hapin e parë. Edhe ideja më geniale ka nevojë për veprim. Është shumë e qartë.